video është shpërndar nga veja e aktivistit të ndjerë Charlie Kirk ka bërë xhiron e rrjetit këtë javë. Erika ka postuar një video të vajzës së saj të madhe duke vënë në gjumë vëllain e saj të vogël. Vajza dëgjohet të këndoj Jesus Loves Me dhe siç shpjegon Erika në postimin e saj, atë këngë dikur asaj ja këndonte Jati. Të shoh të jetosh përmes fëmijëve tanë, sidomos gjatë mbrëmjeve. Mbaj mend të futesha në dhomën e saj dhe të shihja dhe të dëgjoja të dyve duke kënduar Jesus Loves Me. Derisa ato e zinte gjumi, shkroi ndër të tjera Kirk në postimin e saj, i cili është shpërndar po ashtu nga mediat amerikane dhe ka marrë një numër të konsiderueshëm komentesh nga ndjekësit e saj. Kujtojmë se Charlie Kirk u vra gjatë një mitingu në kampusin e Utah Valley University në Orem, SBA, një ngjarje që tronditi vendin. Vëmendje këtë javë ka marrë edhe një video e regjistruar në pallatin presidencial të Ukrainës që reflekton edhe realitetin e luftës së vazhdueshme në vend. Presidenti Volodymyr Zelensky po jepte një intervistë të regjistruar në kamera për The Guardian, por her pas here, si ai, ashtu edhe gazetari mbuloheshin nga terri, kjo pasi energjia elektrike ndërpritej. Rusia gjatë fundjavës ka lëshuar një sër sulmesh nga ajri dhe që në shënjesër kishin infrastrukturën elektrike të Ukrainës dhe pasojat mund t'i shihni dhe vetë. Electricity is gone. Not. Ky është Mimo, një delfin që po gëzon turistët dhe banorët e Venecias, po shqetëson ata që kujdesen për gjallësat e ujit në lagun. Mimo është bërë vizitor i rregullt i ujrave të lagunës në sheshin e Shën Markut, por jeta e tij mund të jetë në rrezik nga gjithaj trafik detar që ka Venecia. Interesant këtu është fakti që Mimo di të largohet nga laguna, por ka zgjedhur që të qëndrojë aty, duke shmangur mjetet e shumta lundruese që qarkullojnë në lagun. Ai besohet që për herë të parë të jetë shfaqur në fund të qershorit dhe ka qenë në monitorim të vazhdueshëm, pasi ekspertët druhen se mund të lëndohet nga helikat e barkave. Kjo nuk është hera e parë që Venecia ne vizitojnë delfinët. Ata u panë edhe gjatë karantinës së vendosur për shkak të COVID-19, kur trafiku detar randjeshëm në lagun. Robotët humanoid të fuqizuar nga inteligjenca artificiale janë një realitet i ditëve të sotme dhe besoj që do të na shoqërojnë gjatë. Por gjatë kësaj jave, dy prej tyre janë bërë goxha popullor dhe jo për të njëjtën arsye. I pari quhet Iron, është prodhuar nga kompania kineze e makinave elektrike Xpeng dhe duket aq real sa që njerëzit menduan se ishte prej mishi dhe gjaku. Kompanisë më pas ju desh që të postonte një video të dytë për t'i bindur komentuesit që poshtë rrobës që e mbulonte kishte kabuj dhe pjesë plastike apo metalike. I dyti pastaj quhet Idol, është i pari robot humanoid i prodhuar nga Rusia dhe për fat të keq, ditën e prezantimit u rrëzua në sken duke bërë që edhe njerëzit e internetit të qeshnin. Dhe në fund të kthehemi videove më popullore të platformave tona sociale, pasi do t'ju prezantojmë me një tifoze 86 vjeçare të Realit të Madridit dhe mund ta shihni vetë se në cilat vite ka nisur që ta ndjek futbollin apo cilët janë lojtarët e saj të preferuar. Çfarë skuadrë preferon? Me kë tifoze? Me Realin e Madridit. Real Madridit? Po ç'ne me Real e Madridit? Kisha qef, ishte ajo skuadrë mirë.